Sallat me lakër të bardhë po përgatitim sot, edhe siç e shikoni edhe nga titulli, mund ta mbajmë edhe një javë në frigorifer, sa më shumë ri, aq më e mirë bëhet kjo sallatë. Tani unë do t'i hedh lakër të bardhë, po më lodh dora, mos e pyesni se sa të grish një lakër të terë. Pastaj ja i griva karota brenda, speci kuqi, jep shumë shije të mirë, edhe do t'i hedh uthull, piper të zi edhe kripë. Vaj nuk do t'ja hedh brenda se kuptohet që sallata lëshon ujë, i hodha edhe një çik majdanos brenda. Mund t'i hidhni edhe selino, unë i hodha edhe selino, e kisha të ngrirë seleri në fakt. Seleri është ai që ka koçanin më të fortë, selino është ajo që është me fletë. Ngjajnë shumë, po nuk janë të njëjtat. Edhe tani do ta vendos në për tasa që ta vendos në frigorifer. Edhe para se ta çojmë në pjatë për ta ngrënë, do t'i hedh një çik vaj, edhe është gati. Si që thash, sa më shumë që të rri, aq më e mirë bëhet si sallatë, se të gjitha shihet bleksen bashkë edhe ndërliksen edhe bënet yummy. Ciao!